Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë, mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit mars edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit shkurt, videot e javës, por dhe videon e eklipsit që e kemi nesër, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, shohim se si do jetë në lidhje me ju, të lindurit në 10 ditëshin e parë të shenjës, fillimi 10 ditëshit parë, duhet keni kujdes sepse mund të merrni disa zhgënjime. Ndoshta ju keni planifikuar shumë gjëra në mendjen tuaj ose keni pasur disa plane dhe keni shpresuar që këto do t'i. Atëherë vazhdojmë në lidhje me ju. Ndoshta gjërat që keni planifikuar nuk do dalin ashtu si janë, do mund të ketë anullime gjatë kësaj periudhe. Kështu që ndoshta për shkak të këtyre planeve që ju dëshironi t'i çoni para, do merrni disa zhgënjime të vogla. Gjithsesi, do përdorni logjikën në lidhje me përpjekjet që ju mund të bëni gjatë kësaj periudhe, do zgjidhni shumë gjëra që do t'ju duken të çuditshme dhe do jeni pak konfuz në lidhje me disa situata. Gjithsesi do ketë dhe fillime të reja. Mund të ketë fillime të reja në dashuri, fillime të reja në punë, nga ana ekonomike. Ju po hyni në një rrugë të re gjatë kësaj periudhe, do jeni më të organizuar, do t'i vendosni qëllime vetes, por është një muaj që do t'ju japi dhe sukses personal. Do keni plane të reja, më të mira për të ardhmen tuaj. Është një muaj ku ka ardhur koha që ju t'i jepni drejtimin e duhur çfarë do lloj situate, duke pasur besim në veten tuaj. Dhe pjesa e dytë e 10 ditëshit të parë, ju do keni një pasion të ri, do keni një marrëdhënie të re, ndoshta që do t'ju magjepsi, do rigjallëroni marrëdhëniet tuaja ekzistuese, por ndërkohë do keni një sukses të rëndësishëm nga ana ekonomike. Është diçka që muajin e kaluar ndoshta ka ngecur në lidhje me ju, por do filloj të funksionojë gjatë këtij muaji. Kështu që ju do jeni edhe fitues në lidhje me çështjet tuaja emocionale. Do keni një bashkëpunim profesional gjatë kësaj periudhe, por ky bashkëpunim ndoshta është një bashkëpunim që do marrë ato rezultatet e veta dhe do t'ju sjellë sukses, do t'ju sjellë buzëqeshje, por do keni dhe perspektiva të rëndësishme dhe të suksesshme gjatë këtij muaji. Është një muaj shumë i mirë në lidhje me ju dhe vazhdojmë në lidhje me 10 ditëshin e dytë. Për ju ka të bëj me parat, do vinë disa parat papritura, ndoshta keni marrë huar disa para ose prisni një pagesë, një investim që dëshironi ta bëni, dhe kjo do jap ato frytet e veta. Gjithsesi, do keni shpenzime në rritje gjatë këtij muaji, ndoshta xhepi juaj do mbushet, por edhe do zbrazet shumë shpejt, dhe kjo mund t'ju stresoj pak. Gjithsesi mund ta merrni me qetësi, mund të jenë edhe shpenzime të nevojshme që ju do bëni. Do keni disa burime të mira gjatë kësaj periudhe, por mund t'ju rëndojnë dhe disa borxhe që mund të keni. Nuk e di që mund të jetë, ju mund të keni rritje të ardhurat, por do keni disa likuidime ose pagesa që mund të keni të bëni gjatë muajit. Gjithsesi do ndiheni pak të kufizuar gjatë kësaj periudhe në lidhje me parat, në lidhje me anën financiare, por do ketë perspektiva të shkëlqyera në fund të muajit. Kështu që keni besim te vetja, vazhdoni të kujdeseni, të menaxhoni sa më mirë paran dhe ta kontrolloni atë. Dhe pjesa e dytë e 10 ditëshit të dytë, ju do keni një sukses në lidhje me punën tuaj. Suksese në punë, do keni njohje te vendi punës, por do jeni edhe fitues te puna juaj. Ju mund të fitoni një vend pune më të mirë. Psikologjikisht do ndiheni më mirë gjatë këtij muaji, do harrini gjëra që keni pritur për një kohë të gjatë, disa gjëra që kanë qenë sekrete në lidhje me ju, tani janë zbuluar, duke ju dhënë një avantazh.
duhet të mësoni në lidhje me informacionet të ndryshme që ju mund të merrni, dhe aty mund të zbuloni diçka që fshihet. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave, si në lidhje me marrëdhëniet e vendit punës, në lidhje me shoqërinë tuaj. Gjithsesi është një muaj që ose për disa që mund të kenë pasur edhe disa konflikte me një person që është në distancë, dëshironi të përmirësoni situatat me këtë person. Por është një muaj që do ketë një mbyllje të mirë psikologjike. Dhe vazhdojmë në lidhje me 10-ditëshin e tretë, fillimin e 10-ditëshit të tretë, ju do keni disa ngjarje që do t'ju trondisin, gjithsesi do harrini që t'i zgjidhni, të thjesht duhet i merrni me qetësi këto situata. Do keni disa të ardhura shtesë gjatë kësaj periudhe, do merrni disa para në përduar, por do keni dhe ndoshta një siguri, do me thënë, në lidhje me anën ekonomike, pavarësisht se kaloni disa vështirësi. Do harrini që ju të merrni frym thellë në lidhje me anën ekonomike. Do keni disa lajme që do jenë të këndshme në lidhje me njerëzit që ju shihni që do keni përparime në çështjet tuaja. Nuk do ketë lajme të këqija, do ndiheni më lirish, do merrni frym gjatë këtij muaji, humori juaj do jetë i mirë, do keni fitore të vogla në lidhje me situata të ndryshme që ju keni ose prisni. Është një muaj mirë në lidhje me ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me pjesën e fundit të 10-ditëshit të tretë. Ju do keni një sukses profesional, do keni momente të mira gjatë këtij muaji. Muaji i kaluar ndoshta ju ka shqetësuar në lidhje me këtë, në lidhje me anën financiare. Gjithsesi ju do buzëqeshni gjatë këtij muaji, ose do gjeni një punë të re që kërkoni, ose do arrini një sukses të madh ekonomik, financiar, por gjithsesi nga ana ekonomike do qëndroni në këmbët tuaja. Është një muaj ku ju do ndjeni atë ëmbëlsinë e situatave, do ndjeni mirë gjatë këtij muaji, do ndjeni më të gëzuar, më të hapur, do merrni frym lirisht. Por është edhe koha për ngritjen tuaj në lidhje me punën tuaj. Do jeni më optimist gjatë këtij muaji, do keni sukses, do buzëqeshni. Është një muaj fantastik në lidhje me ju. Atëherë shohim energjinë që na vjen në lidhje me shenjën e Luanit. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Dashit, energjitë shenjave të Zjarit dhe energjinë e shenjës së Luanit që jeni ju vetë. Ju shoh që do merrni iniciativa, mund të jetë një iniciativë në lidhje me dashurinë, iniciativa në lidhje me punën, iniciativa ekonomike, por do keni dhe kontrata të rëndësishme gjatë fillimit të javës së parë. Dhe në mesin e javës së parë, shoh që do lidhni kontrata, do lidhni themelet forta në lidhje me dashurinë. Shoh që keni një takim me një person, ku ju do merrni iniciativa në lidhje me këtë person, dhe mund të jeni të dy në energji Zjari, sepse shoh që është një energji shumë e fortë Zjari këtu, dhe do jeni duke e festuar. Për pjesën tjetër do stabilizoni punën tuaj, anën ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me familjen. Për një pjesë tjetër mund të keni zhvendosje shtëpie, ose ju jeni duke investuar në një shtëpi. Dhe në fund të javës ju shoh në një pozicion mbretëror, jeni në një pozicion të mirë ekonomik për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër mund të jetë dikush që do t'ju ndihmojë nga ana ekonomike në lidhje me një investim ose zhvendosje që ju dëshironi të bëni. Dhe vazhdojmë në javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ujit dhe të ujit. Java e parë jeni në energjinë e Zjarit, javën e dytë jeni shumë emocional, ju shoh. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi për pjesën e beqarëve shoh që merrni iniciativë, keni një takim me këtë person dhe ju shoh që do ndjeni shumë emocional ndaj këtij personi dhe do mendoni që i keni të gjitha mundësitë për të futur në këtë njohje të re. Ose për pjesën tjetër për të realizuar gjërat që dëshironi në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi ju shoh që largoheni nga një realizim për një pjesë prej jush për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Ndoshta edhe për të shkuar diku, ndoshta për një pjesë mund të jeni edhe në udhëtime jashtë shtetit.
ose për një pjesë prej jush, ndoshta dëshironi të realizoni diçka me një person, por është një person që ju ka shtruar emocionalisht. Dhe ju do ta lini mbrapa këtë, edhe pse e dëshironi shumë që të realizoni diçka me këtë person, ju e lini mbrapa për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Dhe vazhdoj me javën e tretë dhe kemi përsëri energjinë e diellit, që është e shenjës, përfaqëson shenjën tuaj. Atëherë në fillimin e javës së tretë jemi te energjia e shenjës së diellit, Luani. Jemi te energjia, sepse energjia e diellit është energjia juaj, te energjia e shenjave të ujit dhe përsëri te uji, te energjia e shenjave të ujit. Ju shoh shumë të lumtur, me shumë sharm në momentin që largoheni nga diçka. Do gëzoni si fëmijë, ndoshta do jeni duke shijuar gjithçka, do jeni të lumtur. Dhe në mesin e javës shoh që disa prej jush mund të jeni të lumtur me fëmijët tuaj, me familjen tuaj, ose ju të merrni lajme të mira. Por në fund të javës këto lajme mund të jenë si në lidhje me punën, lidhje me dashurinë, nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me fëmijët tuaj. Dhe në fundin e javës shoh që ju bini në një lloj trishtimi. Do përqendroheni te humbja. Një pjesë prej jush mund të humbasin familje, në kuptimin që mund të largoheni, se shoh që dëshironi të largoheni nga një njohje, lidhje ose marrëdhënie që ju ka shtruar. Dhe shoh që përsëri këtu do bini të trishtuar në lidhje me familjen, me fëmijët. Do përqendroheni vetëm te situatat vështira që ju mund të keni, por shoh që këtu ka dhe këshilla dhe ju thot lërini gjërat të rrjedhin, shikoni mundësitë dhe ofertat që ju jepen. Dhe kjo ka lidhje si në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me fëmijët tuaj, me anën ekonomike, por edhe në lidhje me situata, me dështime të ndryshme që ju mund të keni pas në jetën tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt keni të bëni me energjinë e binjakëve. Keni të bëni me energjinë e tokës dhe energji toke përsëri. Atëherë ju shoh, nuk e di, por për një pjesë prej jush do keni mundësi dhe oferta në lidhje me një dashuri. Ju mund të njiheni të hyni në një njohje të re me një person, do jeni duke shprehur emocionet, mund të keni një takim dhe janë dy mundësi të reja që vijnë tek ju. Dhe do keni një takim, por mund të gjeni dhe shpirtin tuaj binjak te ky person. Dhe ju shoh që dëshironi të filloni nga zerua, ndjeni shumë entuziazm, dëshironi të çoni gjërat para me këtë person. Ju shoh që do keni mbështetje edhe nga një person tjetër, dhe në fund të javës ju shoh që do investoni në këtë dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër, ju mund të jeni më të konsoliduar në marrëdhëniet tuaja, dëshironi të çoni para, ndoshta të rrisni dhe të ardhurat tuaja, ose të investoni dhe nga ana emocionale. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, ku ju dëshironi të riskoni. Mund të jetë një biznes i ri, një bashkëpunim i ri, dhe ju thoni që edhe pse keni pak të ardhura në duar, ju dëshironi përsëri të futeni në këtë partneritet. Por unë shoh që të ardhurat tuaja do jenë në rritje. Përfitimet tuaja do jenë shumë të mira gjatë fundit të muajit. Është një muaj fantastik, me kontrata të ndryshme, por edhe me lajme shumë të mira, po dhe partneritete. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Atëherë kjo tregon stabilitet, jemi te energjia e zjarit, dhe ju thot ju do harini, për pjesën e beqarëve do keni takime, do jeni duke festuar me këtë person, ju mund të festoni në lidhje me shtëpinë, me stabilitetin që do harini, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Është një moment shumë i lumtur në lidhje me familjen, në lidhje me një zhvendosje që do bëni. Fati do të jetë në anën tuaj, do jetë i plot në anën tuaj, ju thot. Është një mesazh fantastik në lidhje me ju. Këtë mund ta merrni si në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë
në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve, një mbasditë të këndshme dhe të gjim të këndshëm të kësaj videoje.